Policia e Shkodrës ka finalizuar me sukses operacionin e koduar Rent Home 3, duke goditur një tjetër rast të ushtrimit të prostitucionit. Si rezultat i këtij operacioni u vënë në pranga 5 shtetas, ndërsa një tjetër është proceduar penalisht. Konkretisht janë arrestuar 3 shtetase kolumbiane të moshës 27, 32 dhe 48 vjeçe, të cilat ushtronin prostitucion në 2 apartamente të marra me qira, të cilat i kishin përshtatur për këtë aktivitet të paligjshëm. Në pranga përfunduan edhe 2 shtetas shqiptar të moshës 24 dhe 28 vjeç, banues në Vermosh dhe Bajz, të kapur në ambientet ku zhvilloi aktiviteti. Në kuadër të operacionit u sekuestrua një shumë parash e dyshuar si e përfituar nga prostitucioni, si dhe 6 telefona celular. Nga hetimet rezultoi se një prej apartamenteve ku ushtroi prostitucionin ndollej në lagjen 3 heronjt. Për këtë rast u referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi ndaj një 27 vjeçareje e dyshuar për veprën penale të mbajtjes së ambienteve për prostitucion. Operacioni u zhvillua nga specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve në bashkëpunim me Komisariatin e Shkodrës, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative. Në drejtimin e prokurorisë vjen puna për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në të. Ushtrimi i prostitucionit, kryesisht në pallate, por dhe ambiente të tjera të marra me qira, është kthyer në një fenomen shqetësues vitet e fundit, jo vetëm në Shkodër, por thuajse në gjithë Shqipërinë.